أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Tema e 14, dashuria ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Nuk mujmë me folë për përmirësimin e zemrave nëse në zemrat tona nuk ka dashni për Zotin dhe krijuesin tonë. Dietarët e kanë quajtur këtë ndjenjë, dashnin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, kafshata e zemrës. Një zemër e cila nuk ushqehet me dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala është zemër e vdektë, është zemër e cila nuk e njeh të mirën dhe nuk e dallon të mirën prej të keqes. Për çat kafshata e zemrës është dashuria ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Çka thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të cilën e transmeton Enes ibn Maliku radhiyallahu anhu, pejgamberi sa i cili ka thënë: "Thalathu man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman." Tre gjëra kush i ka e shijon ëmbëlsinë e imanit. E para është men kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Do të thonë ai që Allahun dhe pejgamberin e do më shumë se gjithçka tjetër. Kjo është shenja e parë. E dyta është me dash dikan vetëm për hir të Allahut, një musliman, jo për interes, dhe e treta me urrejt mu kthy në kufër, në mosbesim, ashtu siç urren njeri mu gjujt, mu hudh në zjarr. Këto tre shenja, nëse i ka njeri, do me thënë, e shijon imanin. E shijon imanin. Në këtë kohë kur joshjet janë të shumta, jetojmë në një kohë ku gjërat të cilat e defokusojnë njeriun nga në thonë synimi i tij i veprave të mira, i xhenetit, i dashurisë në Allahu subhanahu wa taala janë të shumta. Në thonë gjërat të cilat e hutojnë njerin, e largojnë, e tërheqin nga rruga e drejtë janë të shumta. Do me thonë kënaqësitë e ndryshme në botës. Tash unë mendoj që një prej gjanave që më shumë t'i e largon njeriun nga dhikri, nga leximi i Kuranit, nga prezantimi në xhami, mendoj që janë rrjetet sociale. Pse? Se me shiku si cili prej nesh, në me thonë mesatarën e përdorimit të telefonit, që tash telefonat të tregojnë. Në me thonë sa ki nejtë për një javë, sa ki nejtë për një ditë. Do të vërejmë që është një mesatare shumë e lartë. Unë me nxënësit sa herë, në me thonë ka nxënës të shkollave fillore po flas, të cilët mesataren e ka në ditë 11 orë. Do me thonë telefoni ajo është, në me thonë tamam 11 orë në ditë. Me shku pak të dikush që ka ma tepër obligime, ku ta shofsh nër 5-6 orë vështirë, munesh me gjetë, në më thonë, ata që i përdorin rrjetet sociale. Sa ata që nuk i përdorin rrjetet sociale, ndërsa ma pak e kanë. Mirë po, kush përdor rrjetet sociale? Në veçanti, në me thonë, disa rrjetet caktume, si kus janë Instagrami, TikToku, YouTube'i, në thonë, mi përcjell dunjo. Kjo është, dhe me thonë, qatë shumë e largon dhe ja humb ndjenjen e kalimit të kohës, qatë shumë ta humb, dhe me thonë, rrjetet sociale ta humbin ndjenjen e kalimit të kohës. Dhe me thonë, të rri disa hatë, se njeri me nejtë disa hatë më një vend pa lëvizë, shumë zorë. Shumë zorë. Duna i kipo me konë që është disa hatë me ngu dersë. Plasin njerëzit. Disa hatë shumë zorë është me nejtë, për që deshë dhe du të mi majtë shkurta. Ama në rrjetet sociale, këtë për e thomë edhe nga fakti që vete këmë provu. Nuk është puna që më kanë kallëzu tjertë. Rritë do me thomë, 15 minuta nuk mundesh me thonë se janë i heton. 15 minuta njeri, me thonë, shef të i vesh qarap, e shef që ka i shku, dhe me thonë gjysore, 1 orë, 2 orë, 3 orë, ka që i rinë ka 4-5 orë, edhe pastaj kanë probleme shëndetësore.
një prej smundjeve moderne është smundja në boshtin kurrizor. Kjo është smundje moderne e shoku i përdorimit të telefonave që e përmendin, e kam lexuar këtë si informacion, që është paraqit, njerëzit kanë probleme me, boshtin kurrizor të nalt te koka. Për shkak se non stop duke qëndruar. E tash pse kjo çat shumë, njerëzit, pse çat shumë janë për shkak joshjes. Joshja të tërheqin pamje, të tërheqin video, tash se ajo, tash jemi në kohën e fotografisë edhe në kohën e videove. Edhe këtu, sfida më e madhe u xhallarëve është me dhënë një opsion. Se tash njerëzit janë mësuar me fotografi dhe me video. Për çat duhet të kotën, të keqen, të pamoralshmen, duhet mu mundu me e luftu me diçka, me video të mira. Për çat njerëzit nëse tregohen për shembull, jo vetëm ligjërata, se ligjërata nuk është vetëm ajo që mundet më bën. Pamje të bukura, me një ajet me paraqit, një hadith, një ngjarje, një filmim, një dokumentar. Këto janë ato gjëra të cilat ndoshta munden pak me ndihmu njeriu që të largohet, prej gjërave. E tash, në këtë kohë kur njerëzit kanë dashni, faktikisht pse se kjo është, kur e do diçka njëri e bën. Në këtë kohë kur, ato që të tërheqin dhe të joshin janë të shumta dhe të largojnë nga rruga Allahu subhanahu wa taala, shumë është zor njeri, me luftu që me arrit dashurinë e Allahu subhanahu wa taala. Pse se mendja është tjetër kund. Mendja është tjetër kund. Për çfarë duhet me këshir çysh më ja bën, që këtë dashurinë e Allahut subhanahu wa taala me qenë në interesin ton, në synimet tona. Ibn Kaimi, Allahu e mëshiroft, edhe dietar tjerë kanë përmend gjërat të cilat e sjellin dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kjo shumë është me rëndësi. Me thonë dikush, mirë, tamam, në rregull, duhet me dashur Allahu subhanahu wa taala. Po qysh me fitu që këtë dashurin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. E para, qysh me fitu dashurin ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala, është mu lidh me Koranin. Me lexu fjalën e Allahut azza wa jalla. Kjo është numër 1, se ti nuk i diçka më vlefshme që të tregon për Allahun, se sa Kurani. Me bo me di gjuhën, ajo atëherë do të ishte meditimi i Kuranit. Por njeri shumë është me rëndësi, shpesh na pyesin, a ban me lexu Kuranin në gjuhën shqipe? Ban me lexu Kuranin në gjuhën shqipe. Çish s'ban, pa jo shumë punë e mirë është. Nuk ban me lexu në gjuhën shqipe namaz. Namaz nuk e lexon. Duat mundesh me i bën në gjuhën shqipe sipas mendimit më të saktë të dietarëve në namaz. Dua, do me bëni dua plus në sejdë. Përveç subhane rabbil ala për shembull. Mundesh me bë. Munal me lexu, domethënë me meditu fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Me mundu me lexu në tefsir. Kjo është numër 1. Për çfarë Allahu subhanahu wa taala ju ka thënë në shumë ajete të tjera në Kur'an për me mendu rreth fjalëve të tij. Thotë Allahu subhanahu أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. E pse njerëzit nuk e meditojnë Kur'anin? A mos vallë kanë në zemrat e tyre drinë? Ose thotë Allahu subhanahu wa taala, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi. Kjo është një libër që e kemi zbritë të ti, që është mubarek, është i bekum. Për çka? Për me meditu, për me mendu rreth ajeteve të tij. Kjo është numër 1. E dyta është me bo njeri sa ma tepër nafile. Çfarë nafile? Vepra vullnetare të mira, qoftë namazi, qoftë agjerimi, qoftë leximi Kur'an. Se ne këtë veprat mujna me nda në veprat e mira që i bëjna, obligative, farzët, edhe vepra nafile. Thot
pejgamberi sa në një hadith kutsi, se njeri I cili vazhdimisht tregon vullnetarisht, jo vetëm farzin, ka dikush për shembull vetëm farzin dhe kur një herë, për shembull sunetet që I falim brenda ditës që janë të rregullta, të namazeve, agjerimit, hanës edhe të normal, si cili sipas mundësisë që I ka. Mirë po njeri I cili vazhdimisht vullnetarisht bën vepra të mira, kjo është një shenjë se ai po I afrohet Allahut. Shikoni se si thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith që e transmeton prej Allahut, që është në Buhari. Është në Buhari vetëm, s'është në Muslim. Këma hadithi I saktë. Thot Allahu subhanahu wa taala, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, men adha li waliyan faqad adhantuhu bil harb. Kush ma armitson një të dashurin tim, thot Allah, ati kam shpall luftë. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. Robi im, thot Allah, nuk mund të më afrohet me diçka më të dashur të unë, se sa me ata që ja kum bon fars. Mirë, po çka thot? Se ne kur themi me bon shumë nafile, do me thonë punën e farzeve ti e ki të krime. Se ti nuk mundesh me bon nafile, për shembull nuk mundesh ti me fal taravin se ki fal yatsin. Ka njerëzit të cilët për shembull vinë namazin e Bajramit, e keni pa? Vinë e falin Bajramin, se Bajrami është një herë në jetë, fitër Bajram. Sabajn, ja sabajn nuk e më falë, sabajn e ka për ditë. Bajrami nuk krahasohet me sabajn. Dhe me thonë, njeri I cili I kryen farzet, një shenjë, një metodë për me fitu dashurin ndaj Allahut, për me ushqy zemra, për me ngjall dashurin në zemrën e tij ndaj Allahut, është me bo shumë nafile. Thot hadithi vazhdon, وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Thot Allah, njeri vazhdon të më afrohet mua me vepra vullnetare, me nafile, deri sa ta dua. E thot Allah, kur ta dua ata, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, kur ta dua, bëhem dëgjimi I tij me të cilin ai ndëgjon. Shikimi I tij me të cilin ai shikon, dora e tij me të cilën ai prek dhe këmba e tij me të cilën ai heq. Kjo shprehje çfarë do të thonë? Thot Allah, bëm dëgjimi I tij. Do të thonë ai ndëgjon vetëm atë që Allahu e do. Çka kjo është dëgjim? Se Allahu do ti me të dëgjuar veç mirë. Bëm shikimi I tij. Ti do të thonë kujdesesh për shikimin tënd. E shikon vetëm ato që Allahu subhanahu wa taala ka bëu halal për me shikuar. Me dorën tënde nuk bën diçka që është haram, nuk bën zullum. Me këmbën tënde nuk shkon atje ku s'duhet me shku. Pastaj vazhdon hadithi, wa in sa'alani la u'tiyanna, nëse çeki njeri lip diçka, gjithsesi kam ia dhënë. Wala in ista'adhani la u'idhanna, e nëse kërkon mbrojtje prej diçkahit, ka me mbrojt, thot Allahu subhanahu. Nëse kërkon në strehin, ka me strehun. Ka pas njerëz, dhe këtë e kam të regu vjetë, po ka raste kur janë njohur njerëz të cilët duat e tyre janë pranu. Duat e tyre e pranu. Nëse e keni dëgju, Tustur, është një qytet Tustur. I bie nëse zgabojnë në Iran, kur e kanë çliru prej persianëve, muslimant kanë net 18 muje kanë rreth, s'kanë mujt, ka qenë një qytet I fortifikuar aq shumë, s'ka mujt ushtria muslimane me e çliru. Derisa njëri pi komandantëve I kujtohet se mesin e ushtarëve muslimanëve ka qenë një sahabi, ama një sahabi lutja e të cilit është pranu, edhe e thirë. Thot, a për një me është me neve, se është e madhe. Ato, po, thënë, filani është e thira I komandanti, thot, ti ban dua, edhe nejsa të shlirohet të sturi. Një për qyteteve, dhe me thonë, më të fortifikume që I kanë shliru musliman për persianëve. Edhe kjo ka met në histori dhe këndohet në për ilahije, në për sen, se ne jemi ata që e kemi shliru të sturi. Me thonë, ka njerës, po këto janë njerës, nuk janë njerës, dhe me thonë, që nuk bëjmë vepra. Njerës që janë të partë në veprat mira. Edhe kanë një pozitë dhe çanta Allahu subhanahu wa ta'ala. E treta që
e mbjell dashurinë në zemrat tona, është mi dhënë përparësi asaj që Allahu e do nga ajo që e do nefsi in. Për shembull, i të shiku televizor. I të shiku për shembull që zakonisht ata që e kanë qef, domethënë futbollin, domethënë unë habitëm edhe halos nuk muj me i kuptu, domethënë e kanë një lloj interesimi, për shembull kur luhet futbolli, domethënë krejt bllokohet gjithçka, sikur të më thonë vakti i iftarit. Edhe tash ka lojë në kohë të namazit. Allahu subhanahu wa taala do që ti me dalë në xhami me fal namazin. Ose mu çu me fal edhe të shtëpia s'pako, nëse si e afër xhamis. Ama nefsi do me shiku ti atë lojën sa është live. Të më falin atë që e din futbollin se nuk ka kur gjë të keqe, po pika është mi dhon përparësi asaj që e do Allahu. Për shembull, e do shumë, unë e njoh plot njerëz që shumë e përcjellin këto, ama në vakt namazit e le futbollin. Nuk e përcjell edhe nëse është live. Ka dhe kësi, elhamdulillah. Ose shembuj tjerë, se nefsi do gjithçka. Nefsi do haram, nefsi do keb, nefsi do ata me hangër, me pi. A më rësh, që është në Ramazan, një shembull. Nefsi nësha do për shembull ti me pi ujë, ose me ngram diçka, dhe një ushqim. Nefsi e do ketë. Ama Allahu subhanahu nuk e do ketë, Allahu do që ti ta xhirosh. Mi dhon përparësi asaj që e do Allahu, nga ajo që e do nefsi, kjo është një shenjë që e kultivon dashninë në zemrën tënde ndaj Allahut. E kultivon dashninë. Pra Kur'ani, nafilet, pastaj mi dhon përparësi asaj që e do Allahu subhanahu wa taala. E katërta është mi njoft emrat dhe cilësitë e Allahu subhanahu wa taala, për këtë kemi mbajtur një ligjërat. Dhe kjo është themel për njohjen e Allahut. Me njoh, për shembull, ajetet e fundit dy ajetet e fundit ose tre ajetet e fundit të surës Hashr. Domethënë aty përmenden një numër i madh i emrave të Allahut subhanahu wa taala. Surja Hashr, tre ajetet e fundit, kur shkeni në shtëpi, i lexoni në gjuhën shqipe, se njohja e Allahut, domethënë më tepër e shton më tepër dashnin ndaj tij, se njeri nuk mundet me dash dikant që se njeh. Nuk e njeh hiç, e do. Ti dush me njoft për me dasht. Pastaj, prej gjërave të cilat e ngjallin dashurinë ndaj Allahut subhanahu wa taala, është mi kujtu sa herë të mira që t'i ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Qëre, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, domethënë kur ka ra me flet mbrëmje, ka bërë dua të ndryshme. Një prej duave që mu më bën shumë përshtypje, është e shkurt, po ka thonë pejgamberi sallallahu kur ka ra me flet, Elhamdulillahi alladhi at'amana wa saqana wa awana wa kafana wa awana fa kam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Kjo duket sikur se me kon duaja e bukës. Se çashtu një nisin disa dua tjera mase që kanë ngrënë ushqim pejgamberi sallallahu. Thotë, pejgamberi kur ka shkuar me flet ka thonë Elhamdulillah. Falëndrimit e thonë Allah, i cili na ka dhënë me hangër, na ka dhënë me pi, na ka mjaftu, na ka bën që të mjaftohemi me ato që e kemi dhe na ka strehu se sa ka prej njerëzve, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, të cilët nuk kanë me ngranë me pije dhe veshmbathje në klapa, edhe nuk kanë nevojat e tjere, dhe nuk kanë strehim. Nuk kanë strehim. Ti çdo natë kur të bish me flet me thonë elhamdulillahi, Allahu më ka dhënë kul për një kokë, Allahu më ka dhënë ushqim, Allahu më ka dhënë veshmbathje, Allahu më ka dhënë siguri, pse se ti të shtëpia jote, më thonë kjo është një prej nimeteve më të mëdha. Mos më thuaj që të vjen te shtëpia dikush edhe mundet me të kërcënu edhe me ta marr jetën. E të mirat, pa numërta. Që i kemi, po nëse dimi që i kemi, sepse që njeri zakonisht mirat i di, veç kur i humb shnetin. S'ki dhimbje, s'ki probleme, mundesh me bë gjumin e rahat. Në me thonë, kjo është pasuri shumë e madhe, me pas shnet. Mos me pas shnet, krejt me i pas, kur gjo s'kije. S'ki shnet. Dhe me thonë, për në aspektin e dunjas po foli. Nuk mundet, por qatë, ka thonë për nësam, nuk mundet njeri me lip diçka më të madhe për Allahut, se sa me konë ishnosh. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah. O Allah, unë e kërkoj për te falje dhe shëndet. Afjet është më shumë se shëndet,
me koni shpëtum nga gjitha të këqijat. Një prej tyre është edhe smuja. Pra kjo është prej duave që duhet me bo, do me thonë njeri, sunet është me bo, kur bje me fjallë, alhamdulillahi ledhi at'amena wa saqana wa kafana wa awana, fa kem mimmen la kafje lehu wa la mu'i, që është një prej hadithe që e transmeton imam Muslimi. Tjetër, më thonë prej gjerave që më thonë e kultivojnë dashnin tënde dhe temën dhe tonën ndaj Allahut subhanahu wa taala është me nejt me njerëzit mirë. Me njerëz të cilët kemi ndëgju për Allahun, kemi ndëgju për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, kemi ndëgju një fjalë e cila të bën dobi për ahiretin tënd. Për çat çdo mezhlis ku përmendet Allahu, ku lexohet Kurani, ku përmendet, domethënë është i dobishëm, se njeri është produkt, domethënë njeri zakonisht ka mi pas veset ose virtytet ose shprehit e njerëzve me të cilët shoqënohet. Ka dikush për shembull s'din që tërsen me nejt xajtore. Me nejt në për kafe, me nejt për para ekranave, me shku për, dhe me thonë, ti me qka bisedohet me njerëzit me cilët ti rri. Se qëre nuk është keq njeri del e pini ka, kjo normal është, pjesë e jetës është. Mirë po, kur kjo shprehi dominon dhe njeri, në dam të punëve tjera të mira, atëre bëhet ves, bëhet cilësi e keqe, nuk është mirë me lujt gjithë ditën shah, me lujt domina. Me nejt ati në përqajtora, dhe ati njoni shahat, njoni bërtet, njoni është amërvesh. Në me thonë, kjo ndikon në psikologjinë e njerit, ndikon, dhe me thonë, qëfar njeri bo, qka kime, dhe me thonë, futi në zemrën, a kur të rish me njerëzit mirë, ka një ders atje, ka një mezhlis, ka një, dhe me thonë, ndej, e lirë, qaj pina, po vjen një hoqë, e kështu me rakë, këto, ose për që më rri me dikan i cili, ban shumë hatme, ban shumë dhikër, është i kujdesshëm ndaj namazit, edhe punë tjera të mira, edhe interesohet, nga në përshën tash, unë i përmejnë në rrjetet sociale, po telefonat e kanë edhe një punë shumë mirë, se mund është me ndëgju ligjerata, mund është me thonë shumë sene, se këto pastaj dhe me thonë, mas këtire, me thonë, bisedave, dëgjimeve të ndryshme, ligjeratave, dhe me thonë, njeri pastaj e formon vetë. Për qatë ti nëse do me ditë kush ki me konë mas 10 vjetëve, këshire qka ban për ditë. Nëse për ditë mëson ka pak, të dishi mas 10 vjetëve, që ka hoxhallar të cilët janë, hoxhallar për shembull, të cilët janë fillestar. Nuk din shumë, ose janë studentë, ose janë talebë. Mi po nëse për ditë e zgjedhin rrugën për me mësu ka pak, mas 10 vjetëve kimi pas dietar. Se ti mas 10 vjetëve ki me konë, qaj që dhe me thonë ditët tua ku i kalon, që e hargjon kohë. Edhe ata për shumë, ka për shumë dhe që dikush është shumë javë, por nuk e ka shprehi për ditë me lexu, me mësu, me sen, dhe me thonë dhe tjese më një vend. Për qatë dhe me thonë varet prej asaj se qka merresh për ditë. Tjetër prej gjerave që e tërheqin dashurin dhe Allahu subhanahu wa taala, të largohet nga ato gjana të cilët të pengojnë për me, dhe me thonë, ju afru Allahu subhanahu wa taala, të cilët janë gjëra të shumta. Ka sene për shkak që të pengojnë. Ka një veprim, një shprehi, një adet të cilët i zakonisht e bën dhe ajo të pengon për me arrit, do të thonë, për me arrit dashurinë Allahu subhanahu wa taala. Tjetër, për shkaqeve që do thonë kërkojnë dhe e tërheqin dashurinë e robit ndaj Allahut subhanahu wa taala, është diçka shumë e veçantë, subhanallahu, që e përmendin dietarët, është të vetmohesh me Allah. Vetmimi me Allah. Njerëzit kur vetmohen, që ati del në pah kush je ti në të vërtet. Ka dikush si të vetmohet, ban gjëna. Se e shef që njerëzit më kërkush nuk e shef. Mi u dhonë rastin mundet me vjeth, ose dhe me thonë nuk e runë shikimin, ose dhe me thonë vetmia. Për qatë ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ditën e gjykimit do të vinë, do të dalin para Allahut njerëz me punë të mira, sikurse kodrat e bardha të Tihamës. Kodrat e bardha të Tihamës janë një zinxhir i kodrave pin Mekë deri në Yemen, në jug. Do të thonë kodrat mëdha.
kanë marrë njerëz me vepra të mira si kodrat e bardha të Tihamës. Mirë po Allahu do va bëj hije dhe pluhun veprat e tyre të mira. Do va shkatroj, thonë që s'kan vlerë këto vepra. Pse? Ato sahabët u habitën, thanë, kush janë, o i dërguari Allah? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ata janë nga ju, sikur ju, prej jush. Por, do me thonë falën si falni ju. Edhe ato falën, qysh falni ju? Mirë, po kur vetmohen, i bëjnë krejt këqijat. Kur vetmohen. Pse se ai ato veprat e mira i ka bën sebeb njerëzve, për çat Allah do ta bëjë hije dhe pluhën. Mirë, po ka diçka të muslimanët e devotshëm kanë qef largësive të njerëzve, në me thonë, me komuniku me Allah. Që kjo, në me thonë, mu qu natën, kur kush nuk qef, kur një qëfar interesi nuk je. Se këtu ajde shkojnë në xhami, shkojnë në derse, bëjnë akete, bëjnë atë një iftar, një organizim, një punë të mirë, një humanitet, një sadaka, mundet me ndiku shikimi i njerëzve. Mundet me ndiku shikimi i njerëzve. Mirë, po mu vetmu me Allah. Për që mu qu natën, edhe me bo dua. Kjo është ilaç për shumë gjana. Po në kryet krejt këtyre gjanave, e në gjallë dashnin dhe Allahut subhanahu wa ta'ala. E me dasht Allahu subhanahu wa ta'ala, çka ndodh? Kjo është temë tjetër, po unë do ta përmendë vetëm një hadith, se edhe koha, në me thonë, mush, me thonë veç një hadith. Me dasht Allahu, shka bën? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur Allahu e do dikën, e thirr Xhibrilin alayhis salam dhe i thot, o Xhibril, unë e du filan, edhe e përmend me emër, edhe me emrin e vet, edhe me emrin e babës. Filanin, birin e filanit, unë e du. Duje edhe ti. Duaje edhe ti. Edhe pastaj Xhibrili alayhis salam si melaqja kryesore, i thirr banorët e qiellit. Do të thonë i thirr melekët tjerë. Thotë Allahu e do filanin, duajeni edhe ju. Kur ta dojnë banorët e qiellit dikan, kanë me dashur edhe njerëzit. Kur të përmendet emri jot te banorët e qiellit, ta dish, pastaj thotë Allahu subhanahu wa taala, thumma yudau lahu al-qabulu fil ard. Pastaj krin ky njeri është i pranuar në tokë. Njerëzit e dojnë. Unë për veti, shpesh, i analizoj dhe njerës që i njof, dhe njerës të mirë. Edhe vërej që për një me, dashnia e madhe njerëzve që kanë ndaj ti. Edhe pse nuk e njohin nga afër, s'kan jetu me ta, s'kan nejt me ta, s'jan shoshnu. Mi po njerëzit, si t'janin emrin e tenke, kjo është një shenjë se Allahu e do qatë njeri. Veç me ja përmene emrin, krejt e dojnë. More të mirë të këqit namazin se falin, bëjnë gjuna, ama si t'ja një emrin, e dajnë. Që kjo është një shenje kjo. Për qatë, kur është shpit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se kjo nuk është diçka që ne duhet me thonë, duhet me sinu. Ti ndrejt që i raportet me Allahun subhanahu wa taala. Ajo ato të tjera të vinë vetë. Për qatë njerëz duhet me sinu, se njerëzit kanë qef me kon të dashur. Kjo është digniteti, me kon njeri i respektuar dhe i dashur, si çdo njeri e ka këtë. Si që dhe ka qef me dash njerëzit, jo me urrejt me shaj, se sun jeton. S'munesh me jetu. Po kjo nuk arrihet të ju njerëzve të dash, do me thonë me zor të arris dashurinë e tyre. Ti nëse e da Allahun, kanë me dash pastaj. Allahu ka me dash me lagje dhe kanë me dash njerëzit. Edhe kanë pyet pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka thonë ja Rasulullah. Ndodh që dikush e bën një vepër të mirë. Edhe njerëzit e dojnë dhe e falenderojnë për atë vepër. Ama kise ka pas për qëllim njerëzit për njerëzit, kje ka po për ti. O Zot. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kjo është mishdja e përshpejtuar për besimtarë. Se besimtari i shpërblim për veprat mira kur e merr, në xhenet e merr. Po ka dërni herë Allahu ta çon mishdën qish në dënja. Njerëzit dojnë. E nëse dojnë në ndo Allahu subhanahu wa ta'ala, atëherë Allahu të që edhe ta mundëson ti lehtëson punët e mira dhe ta mundëson që jetën me përfundu faqe bardhë. Në më thëmë, përfundimi mirë vjen si rezultati i dashurisë së Allahut ndaj robit të ti. Allahu në mundësof këtë dhe Allahu në dhash një përfundim të mirë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.